Qa mund të thëmë për to, shumë shpejt shumë nga ato do bëjmë bumet e veta, do kenë mundësi të javën ato intervistë, pse jo. Bile tash janë të mërru dhe këngëtarët qa e notjarë janë të mërru dhe albumin e tyre. Shumë shpejt do dali, do publiko, do merret vesh. Për të kaluar sërish tek albumi, cilën këngë do të veçoje më tepër? Është një album më rreth 18 këngë? 18 këngësh, po. Dhe cilat rryma janë përfshirë në ta? Reggae, ka shumë reggae, stil jamaican. Din diçka që këtu s'është bërë kurrë. Është punu me efektin e ri që ka dalë tani autotune. Është punu shumë. Cila këngë, nuk di qa me thënë, ka shumë këngë albumi. Janë O të jarë me zemër, superhitet, Jena mbretër, Historie gjatë, Malet e Dibrës, Jashtëserie. Mu personalisht, është kënga ime solo, Jashtëserie, që më pëlqen aty. Se që të veçantë ka kjo? Këngët e mija ka një sekret shumë. Titullet janë shumë të reqës. Jashtëserie. Vuan për të gjetur një titull goditës? Unë të shi me ty rëzikë kam bë një këngë kur shkën shpi, vetë pse kam folë me ty. E kupton? Titulli Jashtëserie ka të bëj për një person, pse jam jashtëserie. Jam jashtëserie se vishem jashtëserie, kam lukun jashtëserie, kam stilin jashtëserie, kam lek jashtëserie, kam makinat jashtëserie, kam femrat jashtëserie. Çdo gjë për më lidhen e dini kam bashku me një këngë, gjonat jashtëserie që unë kam, veçantët e mia që disa rapist vujnë ta kenë për shembull, e kupton? Shqiptar, flasin vetëm për kulturën shqiptare të rapit, e kupton? Asnjë tjetër se mos harrojmë se ato botërorët janë shumë jashtëserie se ne, se mos harro se në rast se unë ta kisha bë bum në Amerikë me këtë lloj bumin që kam bë këtu, do isha ziliarder nga muzika, jo miliarder. Po fal Shqipërisë që jena 3 milion veta, qa të bësh tu? Dhe fal që nuk ka pasur të tjerë, që kanë kënduar të tillë. Sepse më përpara një gjë të tillë më the, a? Nuk është se unë ka marrë me një kohë që s'ka pas. Unë ka marrë me një kohë që ka pas. Po ka pasur, por kam sjellë diçka ndryshe. Një risi. Bravo. Si ju duket muzika rap në Shqipëri, a? Kam bërë një pyetje që them se ke shumë për të dhënë. Mundon, e di që është puna. Ka rapista, mos harrojmë ka rapista, ka talenta. Por disave nuk është nevoja. Disave nuk i jepet mundësia, sepse mungojnë zhutra. Në momentin kur ti shkon me një studio, të thot producenti, nuk i intereson ati se sa i talentum ti, nuk i intereson ati të ngjoj se si mundesh me knuti. Thot 1.500 euro, thot për një gjizim. A i tjetri 1.500 euro i ka pa vetëm filma, kupton? Një producent do ndroj mentaliteti producentëve këtu komplet jashtëzakonisht. Pse mos ta marrësh një që thot jam shumë i talentuar dhe është shumë i bindur vetë që ai është jashtëzakonisht i talentuar, ta marrë nga rruga të thot hyp në skenë, hyp në mikrofon. Bëj çka kem bë, çka më mirë të bësh, edhe ta shoh se sa mund fitoj nga ky. Fitoj nga ky, jo të marrësh si lekët e momentit që ta rrjepesh atë shkretin, bësh një këngë me të, më the tash edhe shnet, as këngë nuk jam mikson mirë, e kupton? Marrë punë me të, i bëj 5 këngë, qita albumin shitje, edhe pse jo të shohësh se mund fitosh shumë nga një me afat gjatë se sa me lekët e shkurtë që merr nga një artist. Një rapper i këndon realitetit ashtu siç tregon dhe historinë e tij. Te ty ndodh kjo? Kur bëhet fjalë për histori, flas shumë realitet, domethënë kur bëhet fjalë për parti, flas se çka kam pas, se çka mune me bë për shembull parti, e kupton? Janë shumë lloj temash që mund të flasësh dhe për njërin, mund të flasësh për këtë libër, çfarë mund të thosh për këtë libër ti, e kupton? Një rapist i mirë do të ketë mundësi të bëjë një këngë për një filxhan. Çfarë mundesh me fol për një filxhan, e kupton? Kjo është komplet realitet, normal që flas realitet. Edhe këtë doja të pyesja, çfarë duhet të ketë një rapper i vërtet? Luku të ndihmon shumë në jetë, këta keni të sigurt, jo vetëm rapisti. Çfarë do lloj gjoje, domethënë ja këtu në këtë moment ku jam këtu, ka të bëj për bukurinë e do të jetë inteligjent, jo thjesht rapist, do të dish bosh muhabet me një person që thot bravo. Një person që si jep dum rapit për shembull. Në momentin kur një rapist bën muhabet me të thot
bravo, se nuk qeka repisti si që kam menduar, për shembull janë njerëz të rrugës, ose që të themon ty, do të ketë kulturë, çfarë do lloj kulture tjetër, tjetër kulturë janë formuar shumë mirë për muzikë, unë gjej shumë lloj muzikë, është vetëm rap. Unë gjej shumë lloj muzikë, nga mirë, edhe nga më të keqet. Zakonisht gjej shumë më të keqet, që mos nxjerrën të njëjtën gjë. Unë të falenderoj Noizi për zëmërsisht, për sinceritetin tënd, për këtë intervistë që dhe për televizionin Blue Sky Music, dhe së fundmi do doja një mesazh nga ti për fansat e tu që të ndjekin në valët e televizionit Blue Sky Music. Atëherë, së fillimi përshëndes gjithë dhe i falenderoj gjithë së mbështetin që më ka mbështet për deri këtu që ka marrë sot, se po mos të ishe për këto edhe për ato që kanë natë, nuk do isha deri këtu. Kam diçka, në jetë du të kesh një shenjë, një target. Nuk ka rëndësi ai gjun shenjës në pikë apo si në gjunë, rëndësi ka ta kesh një plan që ti du t'i afrosh sa më shumë asaj shenjës, ose ti gjush në pikë, se sa i afrosh është në dorën tate me sa punë bën, sa shumë i kushtohesh ëndrrës tate, kupton? Unë të falenderoj, ishte një kënaqësi. Gjithashtu. Atëherë miqtë mi, le të shpresojmë që kjo intervistë të ketë pëlqyer sadopak. Dhe ju falenderoj dhe ju që ndiqni gjithmonë televizionin Blue Sky Music dhe do të mundohemi që të sjellim tek ju muzikën e vërtet shqiptare. Unë ju lutem takimin e ardhshëm sërish në një tjetër puntat të emisionit Weekend VIP në valët e televizionit Blue Sky Music. Nga ambientet e Bar Restorant Dubai, ju lutem takimin e ardhshëm, mirupafshim.